Po ashtu duke u mbështetur në të dhënat preliminare që kemi marrë nga më shumë se 98% të vendvotimeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 19 është 890.859 votues, apo 44.56% nga 1.999.204 votues. Duke u mbështetur në komunikimet dhe raportimet që kemi pranuar gjatë ditës nga tereni, vlerësojmë se procesi zgjedhor në Kosovë është zhvilluar në mënyrë të qetë, të rregullt dhe në përputhje me kërkesat ligjore. Deri në këtë kohë që flasim, nuk janë evidentuar incidente të cilat do të mund të cenonin integritetin, besueshmërinë apo mbarvajtjen e përgjithshme të procesit. Pas konferencës së pasdites, kemi pasur 3 raportime për ndërprerje të energjisë elektrike në 3 qendra votimit të komunës Rahoveci, Dragashit dhe Hanit të Elezit. Menjëherë është njoftuar Keci dhe sipas informatave, energjia elektrike është rikthyer në kohë shumë të shpejtë. Thotë energjia ka munguar për vetëm diku 5 deri në 10 minuta në këto vende. Në emër të KQZ-s, ne i falenderojmë institucionet të ndryshme për angazhimin e tyre për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, si Policinë e Kosovës, Prokurorinë e Shtetit, e sidomos në këtë rast edhe Kecin, për trajtimin në kohë të shpejtë të rasteve të paraqitura. Në këto zgjedhje procesi i votimit me post ka shkuar më ndryshe, do thotë ne i kemi dërguar përmes kompanisë DHL votat tek votuesit jashtë vendit dhe të gjitha që i kemi pranuar në adresat tona, ato do të tërhiqen dhe do të kthehen në Kosovë. Tërhiqja do të bëhet më së largu deri me datën 5 janar për shkak të festave të fundvitit dhe vikendeve, ku në këto ditë shërbimi postar nuk punon as në për shtetet e botës, po as tek ne. Sa i përket materialeve të votimit në diasporë, në përfaqësitë diplomatike, edhe këto materiale do të pranohen, por për këto nuk ka ndonjë datë të caktuar. Megjithatë, unë besoj që brenda javës së ardhshme do të arrijë të gjitha Kosovë. Po besoj sonte, diku rreth orës 10:30 apo 11, por do t'ju njoftojmë me kohë, kur do ta mbajmë edhe konferencën e fundit